e dedikuar 28 nëntorit. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteranë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, shumë i nderuar ish kryetari i komunës, profesor Bajram Ulaku, nënkryetari i komunës, general Rahman Rama Besi, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame, përfaqësues të institucioneve, të gjithë të pranishëm, qytetarë të dashur të Vushtrrisë, i nderuar rini e Vushtrrisë, mirë se keni ardhur në këtë përvjetor të 28 nëntorit, datës historike që ngërthen në vete ngjarjet më të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar. Ngritjen e flamurit në Krujt në vitin 1443, ngritjen e flamurit në Vlorë me 28 nëntor 1912 dhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, daljen e ushtrisë lirimtare të Kosovës në skenë me 28 nëntor 1997 dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Urime 28 nëntori. nëntori është data më domethënëse për historinë e kombit shqiptar. Është data që logjikshëm, rrjedhshëm, natyrshëm i lidh ngjarjet më të rëndësishëm të formësimit të kombit dhe shtetit shqiptar. Flamuri kuq e zi, me shkaben 2 krenare, me fushën e kuqe, nuk është vetëm simboli i identitetit tonë kombëtar, për më tepër përfaqëson kujtesën tonë historike ndër shekuj, në të cilin janë zhvilluar të gjitha luftat e përgjithshme deri tek lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. 28 nëntori i vitit 1912 është ngjarja më e rëndësishme historike kombëtare, pas shumë ngjarjeve historike, pas lidhjes së Prizrenit, pas luftave të përgjithshme ballkanike, i erdhi radha ngritjes së flamurit dhe shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Kjo datë u bë gur themeli i shtetit shqiptar, u bë gur themeli një shteti shqiptar, atu ku kishin bazën të gjitha trojet shqiptare, por mbeten jashtë trojeve shqiptare, shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Luginës, të Malit të Zi, të Çamerisë. Rrugtimi i Kosovës që nga shpallja pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912 ishte i pandalshëm për liri dhe pavarësi. U bën shumë lufta të përgjithshme, u bën shumë betejë të përgjithshme. Që nga atëherë, kur i sa buletini krah për krah me Ismail Qemali ngritën flamurin e Vlorë. U bën luftat të Kaçakëve, të Azem Bejt dhe Azem dhe Shot Galicës, lufta Shaban Polluzhës, vitin 1945, lëvizjet kombëtare për çlirimin e Kosovës. U vojtën shumë vite burgje e dënim deri me 28 nëntor të vitit 1997, kur doli në skenë ushtria lirimtare e Kosovës. Kjo ushtri rrezatoi në Kosovë për të reflektuar më vonë edhe në troje tjera shqiptare në Maqedoni dhe në Luginë. Kjo datë e rëndësishme që po shënojmë sot ngërthen në vetje edhe një koincidencë, edhe një dhimbje që është e pashlyeshme, sepse sot, pikërisht sot, thirret seancë gjyqësore në Hagë për lirimtarët të cilët e kanë udhëhequr luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo gjykatë e padrejtë që po i mban në paraburgim Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin, është e padrejtë. Është e padrejtë sot
të thirret seancë gjyqësore dhe të dëshmojnë pikërisht në ditën e flamurit kombëtar. Prandaj, edhe unë, në emrin timin dhe në emrin tuaj, nga këtu ju përcjell urime shërimtarëve për festën e flamurit, festën kombëtare. Të dashur qytetarë të Voshtrisë, liria dhe pavarësia jonë u paguan shtrejt, rrugtim i gjatë me shekuj, lufta, sakrifica, gjatë, por populli shqiptar nuk u ndal kur drejt rrugtimit, drejt synimit të tij të vërtetë. Sot, kur gjeopolitika globale dhe ballkanike janë të panjohura për të gjithë neve kemi nevojë për unitet. Neve kemi nevojë për leadership që unifikon shqiptarët kudo që janë. Neve kemi nevojë për udhëhesa të cilët i ofrojnë, i bashkojnë, e shërojnë këtë popull të shumë vujtur. Prandaj, më tepër se çdo herë, sot kemi nevojë për unitet, sepse rrugtimi jonë ende nuk ka mbaruar. Ende jemi në rrugë dhe kjo rrugë është ndryshme vetëm kur jemi të bashkuar dhe kur jemi unik. Le të vazhdojmë të mbrojmë dhe të nderojmë këtë ditë, duke punuar me përkushtim, duke u bashkuar rreth vlerave kombëtare dhe duke ruajtur me krenari flamurin tonë. Në emër të komunës së Voshtrisë ju uroj gëzuar 28 nëntorin. Lavdi dëshmorëve të kombit. Falënderim dhe respekt për familjet e dëshmorëve. Falënderim dhe respekt për ish ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilët fal luftës heroike të tyre, fal gjakut e dëshmorëve sot e gëzojnë këtë liri. Urime festa flamurit. Mirë se ke ardhur në shënimin e këtyre datave të rëndësishme të kombit tonë, pikërisht në ditën e flamurit. Pra me 28 nëntor të vitit 1443, krye 3 milion Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë. Edhe pse në vitin 1912 filluan luftat ballkanike dhe Shqipëria ishte e shpërndarë. Kryeplaku i madh Ismail Bey Qemali, së bashku me një grup intelektualesh e patriotëve, ngritën flamurin në Vlorë dhe shpallën shtetin e Shqipërisë së pavarur. Pikërisht në atë kohë, në vitin 1912 u mbajt edhe konferenca, siç e quajtën konferenca e paqes në Londër. Por të gjitha trojet shqiptare aty nuk u vendos për të mirën e kombit tonë shqiptar, sepse ishin të cënuar nga shtetet ballkanike, Serbia, Malizi, Greqia, Bugaria e shumë të tjerë. Prandaj pjesa më e madhe e trupit shqiptar mbeti jashtë shtetit anë të Shqipërisë. U dashën të kalojnë vitet të tëra dhe pikërisht në këtë tokë arnore të lind një burr nga familja Jashari të vitit 1955, krye komandanti ynë legjendar Adem Jashari, sepse kjo tokë arnore nuk e doron qizmin e huaj. Dhe pikërisht ai dhe familja e tij u bë sakrificë e kombit tonë shqiptar. Me 28 nëntor të vitit 1997, në Laush të Skënderajt, për herë të parë bëhet publiku Ushtria Shërimtare e Kosovës. Ishte projekti më i rëndësishëm jo vetëm në Kosovë, por në mbar kombin shqiptar. Prandaj fal Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe gjakut të derur për liri, të gjitha brezave ne sot e gëzojmë lirinë. Këto data të 28 nëntorit kanë arsyën e saj, është arsyeja e mirënjohjes kundër ngjarjes që i solli shpëtimin dhe çlimin e një kombi të tërë, për mbi faqen e dhëut, që asnjë popull nuk ka përse të gëzohet më tepër për lirinë e vet se sa yli, që fati i pamëshirshëm e ka goditur më shumë se cilin do tjetër. Siç ishte mundshme që komandanti legjendar Adem Jashari të lind me 28 nëntor të vitit 1955. Siç ishte mundshme dalja publike e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës me 28 nëntor të vitit 1997 në Laush, në ditën e varrimit të mësuesit dëshmor Halit Gjeci.
të vrarë nga policia serbe. Por mendjen e kufizuar njerëzore është rasti që komandanti Adel Jashari ka ngritur në ditën e flamurit, në ditën e pavarësisë, me 28 nëntor, por nuk është rasti për Zotin krijuesin e zhvillues i çdo krijesi që jeta e tij, vepra e tij dhe rënia e komandantit legjendar Adel Jashari me tërë familjen e tij dhe dëshmorëve tjerë të kombët bëhet simbol i pavarësisë. Të nderuar, duke marrë parasysh gjendjen politike në Kosovë, por edhe të gjitha trojet shqiptare. Dëshmorët janë ata që duhet i bashkojnë të gjithë, pasi ata luftuan për një ideal të shenjtë për bashkimin dhe popullet dhe të gjitha trojet të Shqipërisë reale. Qëllimi vetëm i të cilin ishte për të krijuar një adet të lirë dhe sovran. Kur edhe ne sot festojmë këtë data, 28 nëntor, 113 vjetori i ngritjes së flamurit dhe pavarësisë së Kosovës. Festojmë 28 vjetorën e daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës për neve, si shoqata të dora nga lutra dhe si cili që ka gjak shqiptar e dim se është e mankë këto pesa, tërse kur e dim që në mesin tonë nuk janë udhëhecit dhe basit e luftës tonë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi me shokë. Prandaj shpresoj, jo me 28 nëntor të vitit të ardhshëm, por shpresojmë që në festat e ardhshme të marsit dhe të pavarësisë së Kosovës të jenë në mesin tonë, sepse vetëm kur janë ata këtu për neve janë këto festa të plota. Prandaj në emër të shoqatës së familjes të dëshmorëve, kryetar urime festat e flamurit, general Raman Rama urime dhe ju të gjithë të pranishme familjarëve të dëshmorëve urime këto festat e flamurit. Gëzuar, inshallah vitin ardhshëm jemi bashkërisht të gëzojmë të gjithë bashkë. Faleminderit. Sot po naftos Reflamurit na bashkon hej Ushësi është e shkansia Gjithë Kosova i liria Plora nga krenaria është shumë kam Cili është më i bukur Turqia dhe nati Turqa manastiri apo roza fati Prindi anuar me Apoloni, Luja e bekume apo tjerati. Cili është më i bukur, Turqia dhe nati, Turqa manastiri. Çdo herë do të mbizotroj motën